do ta kesh në mendjen tënde, ti dhe të gjithë tjerët. Nuk ka top që lodhet. Ka lojtar. Sa e bukur që ka kjo. Nuk ka top. Kush lojtar që nuk lodhet e kombëtare? O Sulçe, vetëm një, shiko. Kundërshton dhe skuadra e Debiazit. Po pra se nuk ma the. Ja ta nxorën aty. Kush ishte trajner më i mirë, Debiazi apo Silvinho për ty? Të dy kanë veçantit, nuk kanë tjetër stil. Nuk kanë të njëjtën skuadër. Ke vetë simpati, Unë simpati si trajner, patjetër kam më tepër për Silvinho. Për atë që bëri, sepse thash, për 4 muaj na çoi në Europian. Dhe mori një lojtar që ne këtu e nënvlerësonim gjithë, këtu e kishim Jasir Hasanin, dhe ta futi informacion, guxoi dhe na çoi atje. Tani s'po guxon, s'po bën atë, dhe s'po çon gjithë. Do të vazhdonte guximin. Duhet vazhdoj, të jetë kreativ. Duhet vazhdonte atë që bën. Të jetë një trajner kreativ. Mos të bën Tirana kështu, veni të bën këtu gjithë. Jo Tirana, ai zona ku te federata. Si këmbëta. Skuadra e Debiasit, ndryshe nga kjo që ka Silvinho, ishte skuadër me e automatizuar. Lojtarët e dinin njëri tjetrin, e mbështesin njëri tjetrin, e mbulonin njëri tjetrin. Kurse kjo skuadër... Mos ishte edhe brezi i vështirësisë? S'ka lidhje me brezi, s'ka lidhje me mentalitetin. Tani është brez, nuk ka më vështirësi tani. Më fal, ta tha, nuk i di kush isha, që tha nuk kemi mas demollarës skela. Pra, dhe da e skuadra Debiazit është me mushaj. Që jep topi, dhe është ai me mushaj atje. Në rregull? Ai me mushaj, ai ishte truri e asaj skuadre. Po t'ishte me mushaj, mirë, edhe skuadra ishte më mirë, se çonte topat. Unë sot, ku çalon kjo skuadër? Lojtarët nuk lidhen me njëri tjetrin, e para, dhe e dyta. Unë shoh Aslanin, që sa merr topi kthehet mbrapa, në vend që të shkojë përpara. Dhe kur ti do shkosh përpara, ti e di, më fal ta them të. Pra ti e di, do t'ja çosh topin Arbër Hoxhës, dhe Arbër Hoxha e di, do bëj një triblim për të krijuar hapësirë, ose do ta pasoj, sepse do ta presë Reimana në filan pozicion. Ata nuk e kanë këtë automatizim. Dhe duke mos patur këtë bëj këto lëvizje të bosh. Ndihmoj pak tani këtu. Është shumë e rëndësishme sepse ne kemi një Bajrami që pretendojmë që është dhjeç. Goditje, shikim periferi, goditje. Ai e futansor. Ai e futansor. Mirë që nuk e ka si dhjeç. Ai mirë që ka pozicionin e dhjeçit nuk e ka, por merr edhe e prit wingerin. Pra të dy pozicionet në fushë nuk i ka. Futbolli ka një gjë, quhen statistika. Një lojtar ka një statistikë. Sa shumë flasim për numri 10, sa asist 10, numri 4, sa markime, numri X, sa pasa, sa sakta janë. Ne në statistika jemi komplet. Ne kishim një ekip, Andorra kishe lagje, nuk pëm 10 krosa. Nuk pëm 10 krosa në ansore. Më duhe sa krosa ka për Hoxha. Shiko, kushta? Se jemi edhe për reklame, do themi prapë edhe herë tjetër për palesën. Po për Serbin duhet një ndeshje për zemrat forta, për zemrat forta duhet kemi kardiolog. Kardiologu duhet vi prapë në studio, si që ka ardhur sot, dhe është në ambjentet e televizionit djali Kushtës, kardiolog, ma thuj që kemi, se du t'i bëjmë i përshëndesh. Kardiokirurg. Kardiokirurg, nga s'tani? Me e thellë. Me e thellë, jam të që kësi ka emrin? Eraldo. Ku, këtu në Shqipëri apo jashtë? Jo, është në Pavia, në Itali. Milano. Do më thënë ne tifosar, po të kemi problem, jemi rregull nga zemë. Jo, kemi që të unë. E garanton ti direkt, nisemi.